vitin 1915, shpëtimi I të burgosurve mbi veshall. Në vitin 1915, gjatë operacioneve luftarake mes ushtrisë serbe dhe asaj bullgare, të bëra në trojet shqiptare, ushtria serbe pëson humbje. Andaj, gjatë tërheqjes së saj, vendos që të burgosurit politik nga burgu I Tetovës t'i marrë me vete drejt Prizrenit. Transferimi bëhet në përluginën e lumit Pena. Ramizaja I Shipkovicës, duke pasur besim të plot të banorët e Selcës, informatën për transferimin e të burgosurve ja transmeton Parisë Selcës, Halil Nuhiut dhe Kurtish Kurtishit. Halili dhe Kurtishi mobilizojnë njerëzit më besnik të tyre, Ibrahim Shabanin, I cili mes të burgosurve kishte djalin e tij Shuipin, Raif Ibishin, Zekir Zekirin, Ahmet Xhelilin dhe Kadri Islamin. Natën vonë, në fshehtësi të plot, ata nisen drejt Brodecit. Në momentin e nisjes, marrin me vete edhe Salia Demin, I cili shërbente si pandur dhe xhandar I pushtetit serb për sigurimin e komunës. Në ato kohë, qendra administrative e komunës ishte në Selcë. Kur arrinte vendi I quajtur Uji I That, Halil Nuhia papritur së muret, duke thënë se I vemb barku. Meqense Halili bëhet I paaft për aksion, shokët I propozojnë që pushkën e tij t'ia jap Kurtishit, sepse pushka e këtij të fundit ishte më e dobët. Kështu, Halili kthehet në Selcë, ndërsa grupi vazhdon rrugën në përluginën e lumit, drejt Brodecit dhe Veshallës. Gjatë udhës, ata vendosin që komandant skuadre të zgjedhin Raifin, I cili në ushtrinë osmane kishte fituar gradën e Çavushit. Diku mbi Veshallë, grupi pozicionohet në një vend strategjik, ku, sipas të gjitha gjasave, do të kalonte xhandarmeria serbe me të burgosurit shqiptar. Të nesërmen, në vendin e pritur, arrin xhandarmeria serbe me rreth 30 xhandar dhe komandantin e hipur në kal. Të burgosurit, mbi 100 veta, ishin të lidhur me pranga, 2 nga 2. Sipas planit të përgatitur nga komandant Raifi, Salia Shari merr një pozicion të veçantë, sepse kishte detyrë që, në momentin e duhur, të ngrihej në këmbë dhe të bërtiste me zë të lartë. Të burgosurit, poshtë! Në atë moment, të burgosurit që e kuptojnë me njëherë thirrjen, shtrihen për tokë. Me njëherë pas kësaj, një siti vullnetar hap zjarr të rrufeshëm nga të gjitha anët dhe vret një numër të madh xhandarësh, afro gjysmën e tyre. Të tjerët ikin pa bërë rezistencë. Kështu, të burgosurit lirohen nga prangat dhe kthehen në shtëpitë e tyre. Lidhur me këta aksion të guximshëm dhe të suksesshëm të banorëve të Selcës, vlen të përmendet edhe një moment interesant dhe enigmatik. Pak kohë pas aksionit, nga Maja e Bjeshkës zbret një grup djemsh nga Veshalla, gjithashtu të armatosur. Ata hynë në debat me burrat e Selcës, duke thënë: "Ne I kemi pritur xhandarat Matan Sharrit në anën e Prizrenit, gjithashtu me qëllim që t'i çlirojmë të burgosurit." Konflikti zbutet nga të burgosurit e çliruar dhe gjithçka përfundon pa pasoja të rënda. Më vonë kuptohet se qëllimi I Veshallasve kishte qenë që sulmi ndaj xhandarmerisë serbe të ndodhte sa më larg fshatit të tyre, në mënyrë që pushteti serb të mos hakmerrë ndaj Veshallës. Këtu përmendet edhe një mundësi tjetër, e menduar nga Ramizaja I Shipkovicës. Ndoshta, ai nuk ishte qenë plotësisht I sigurt se burrat e Selcës do ta realizonin me sukses aksionin. Prandaj kishte kërkuar që edhe Veshallasit të zinin një pozicion më larg, në mënyrë që të burgosurit të çliroheshin me çdo kusht. Fatkeqësisht, frika e Veshallasve u vërtetua më vonë. Në vitin 1918, pas konsolidimit të pushtetit të ri serb pas luftës së parë botërore, ushtria serbe, gjatë kalimit nga Prizreni drejt Tetovës, e doji Veshallën deri në themel. E gjithë popullata e Veshallës
u detyrua të zhvendosej drejt bjeshkëve të Qilipashinës. Gjatë kësaj tragjedie, në fshatin Veshall mbeti vetëm një plak, dhe ushtria serbe e dogji të gjallë brenda shtëpisë së tij. Nëse i doni historitë dhe rrëfimet e vërteta shqiptare, pëlqeni videon. Abonohuni në kanalin Eposi Shqiptar dhe ndizni këmbanën që të mos humbisni asnjë video të re.